Nëse do ashtu ashtu si që ju premtova, kemi ndjekur edhe këngën më të re nga Ariani dhe jemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar me mysafirin e dytë për ditën e sotme. Kam kënaqësinë që me mua në studio është Edona Gashi, një herë është edhe organizatore kur flasim për sëmundjet, ato cilat nuk kanë shërim në vendin tonë dhe duhet të jenë jashtë vendit. Mirë se erdhe, faleminderit që pranove sot jesh me ne. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Edona, fillimisht të ndalemi tek kjo temë është shumë e ndihshme, dim që rastet vetëm janë ato cilat po shtohen dita e ditës dhe patjetër sa i përket këtyre sëmundjeve shërimi në vendin tonë është shumë i pakt. Por çfarë mund të na thuash më shumë rreth kësaj? Si ka filluar viti 2015 me këta fëmijë? Është e vërtetë se në vendin tonë kërkesat janë shumë mëdha, mirë po mundësitë janë vërtet shumë të vogla. Sidomos vitin e fundit janë shfaq shumë sëmundje shumë të rritme, sëmundje të tilla si leukemia, disa gjëra tjera, mirë po mundësia për shërim është shumë e vogël. Ata se si duhet kërkojnë diku jashtë shtetit që të shërohen dhe mundësitë në Kosovë janë shumë vogla. Viti 2015 ka filluar me shumë vështirësi, pasi që ndihma për ta është shumë e paktë. Ne përgjithësi si popull, sa jemi human? Duke marrë parasysh aktivitetet e fundit që kom pas organizimet e fundit, përgjithësi si popull jemi një popull shumë human. Pasi që jemi shumë ndihshëm në disa raste, edhe vërtet jemi shumë human. Duke marrë parasysh se për aktivitetet që i kom pas që si popull jemi shumë human vërtet. Cili është aktiviteti i fundit dhe sa ishte i suksesshëm? Aktiviteti i fundit që ka qenë është për Mirjeta Shurdaj, është një vajzë 20 vjeçare nga Peja dhe është me sëmundje e leukemisë akute. Dhe organizimi i fundit ka qenë për të, është mbajtur salla 1 tetori, ka qenë i suksesshëm, jo aq sa kemi pritmi, por ka qenë mirë. Ka qenë i suksesshëm, sa ishte pjesëmarrja e kënaqshme, sa ishte shumë. Pjesëmarrja nuk mund të themi që ka qenë e madhe, mirë po ka qenë e kënaqshme, në përgjithësi ka qenë mirë po ne prapë jemi duke vazhduar duke mbledhur mjete financiare për Mirjetën, sepse Mirjeta është në gjendje të keqe dhe ka nevojë për shërim, pasi që në Kosovë nuk mundet më bë, domethënë shërimi i saj. Kështu që ajo duhet me utu dikon një jashtë vendit, momentalisht gjendet në një vend, është duke e marrë terapi, mirë pa e vërtet ka nevojë për prapë, për më shumë terapi. Është në Kosovë apo është jo, është në një vend tjetër. Është në një vend tjetër jashtë Kosovës. Sepse në Kosovë nuk mundsohet shërimi i kësaj. Megjithatë ka shkuar atje. Ka shkuar, mirë po asaj duhet vazhdimisht me përdor terapi dhe normal kjo kushton, diçka që familja saj nuk mundet të mbledh gjitha këto. Kur jemi tek mbledhja, kur jemi tek shumat, patjetër janë shuma shumë të mëdha, ndonë se shëndetësia, Ministria e Shëndetësisë ndihmon deri në 30.000 euro, më shumë nuk ka mundësi. Janë këto shuma, janë operacione diagnostifikimi i tyre që bëhet deri në 200.000 euro. Që janë shuma me të vërtet shumë të ndryshueshme. Sa ka dallime dhe sa po arrihet, pasi që janë iniciativat e tjera ku detyrojnë familjarët të besojnë organizatave të ndryshme, jo qeveritare për ndihma të tilla. Ndëgja, kur është fjala për shuma, sa i përket Mirjetës, nevojitet 250.000 euro. Edhe më shumë. Edhe më shumë, gjë që Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndihmuar, diçka që për disa arsye nuk ndihmon. Nuk e di pse, domethënë Ministria e Shëndetësisë ka këtë problem me ndihmën e fëmijë që është i semur. Pavarësisht vendit se ku ai ndodhet në Beograd apo ndodhet në Gjermani ose diku tjetër, ai duhet me ndihmuar. Se janë disa raste shumë të ndihshme. Ndërsa sa i përket familjarët vërtet e presin shumë mirë, tamam puna që mos me pritni diçka të tillë. Kur e kam fjalën për familjen e Mirjetës, ata kanë pritur shumë mirë në momentin e parë që i kam kontaktuar dhe i kam treguar për organizim. Kush është ajo familje e cila nuk do mund t'i besonte në ndihmë të tillë. Kur jemi këtu jo tek mosbesimi ndoshta i ndihmave, por kemi shumë shpesh edhe keqpërdorime, që dalin në emër të familjarëve, ndoshta edhe paraqiten shumë nxënës, shumë student, nuk dëshiroj asgjë të fyej apo diçka, me që jemi edhe medium kemi pasur shumë raste të tilla. Sa mendon se ka keqpërdorime të tilla, kundrejt kur flasim për sëmundjet janë më të prekshmet, janë më të ndihshmet, që ndoshta rrallë kush edhe mund të bëjë gjëra të tilla. Mirë po, nuk mund të themi që nuk ka. Ndëgja, duke marrë parasysh se vendin tonë e ceka më herët që kërkesat janë shumë mëdha, mundësitë janë vërtet kufizuar janë shumë të vogla. Vitet kaluara vërtet ka pas keqpërdorime të tilla. Mirë po, nuk po them që nuk ka raste, ka ndoshta individa, vetë kanë ndodhur me një rast, për shembull, për një familje kanë ndodhur ferizaj, kanë shku, kanë kërku, mirë po, brenda ditës ajo krejt është zbuluar, se ku nuk është e vërtetë që kjo është zbuluar dhe menjëherë kanë kontaktuar familjar. Sa i përket rasteve që na punojmë, menjëherë
familjarët i kontaktojmë familjarët edhe ju tregojmë qyshka edhe gjithçka kupton dhe rregullohet sa i përket çështje familjarëve. Ata vetë janë pjesë e organizimit ton, gjithmonë kërkojmë që një familjar të sëmuarit të jetë i pranishëm në atë rast, mënyrë që nuk dëshirojmë që me ndodhë diçka të tillë si keq kuptime që ka ndodhur. Mirë, po në përgjithësi ka pa ata janë individa të caktuar, nuk mund me thonë që janë një grup i organizuar që bën diçka të tillë, se ta man puna me bën diçka të tillë për dikën, po. Kur jemi tek Prishtina, patjetër ka dhe shumë njerëz me qëllime shumë të mira, pasi që po të dalim në sheshin kryesor Nën Tereza, atëherë do të hasim në Tri ndoshta, ku ka një muzikë, më pastaj edhe dikush na tregon rastin, nëpërmjet asaj ka edhe ëmbëlsira ku shumë shpesh shiten, nëpërmjet saj ka edhe ndoshta mund të themi ushqime të ndryshme ku bën nga vetë personat që të organizojnë gjëra të tilla. Sa i përket këtyre që organizohen pikërisht në qendër ku kemi shumë banor, ku kemi shumë kalimtar çdo ditë, sa ka ndihmesa? Apo tashmë janë duke i... Zakonisht këtë çështjen e shitjes së ëmbëlsirave këto që i përmendë ti, zakonisht i bëjnë nxënësat e shkollave fillore. Është diçka, mua më vjen shumë mirë se aq të ri dhe kanë atë shumë shpirt human, sa vërtet i falenderoj shumë gjitha shkollat e Prishtinës që kanë kontribuar shumë, edhe i kanë pritur shumë mirë si drejtorët si personeli arsimor, zakonisht i bëjnë këto gjëra të tilla, i shesin një që ato parat ju shkojnë aty në fëmijëve, është një gjë shumë i mirë, është një shembull se si duhet edhe të tjerë. Mirë, por është vërtet që mbas sheshit aktivitetet që po i bëjnë shumë apo informohen, po shpëndaj fletushka ose diçka tjetër, edhe kjo është një prej mënyrave që mund me informu të tjerët për sëmundjen e një të riut. Po, kur jemi tek koncertet e ndryshme, pastaj bën ftesave këngëtarëve të mirënjohur të estradës sonë, si e presin ata dhe a hezitojnë ndonjëherë dikush të vi? Sa i përket këngëtarëve, më patëra rasti shumë e punu me ta, këngëtarët vërtet e mi presin shumë. Fillim kisha pas me marrë si shembull është Vullnet Xhuniçi, një këngëtar i këngës Mirëfjellës shqiptare, edhe ai ka qenë domethënë ndër këngëtarët më human, kisha mujt me cek, sepse vërtet ka ndihmuar shumë edhe ka treguar që përveç këngës ka edhe shpirt human edhe mundet me ndihmu dikujt. Unë kisha përshëndet gjithë këngëtarët që atë natë kanë qenë 15 këngëtar, ka të humorista që gjithë kanë kontribuar, kanë ardhur pas një kanë qenë shumë tjerë, kanë qenë Tukulukat, kanë qenë Aima Bazi, Golden Gjia, Fjolla Morina, Ganimeti Abazi, shumë tjerë, Vullnet Xhuniçi, siç e përmenda më herët. Për shembull, Vullneti është një shembull i gjithë këngëtarëve se si duhet me qenë edhe një këngëtar, edhe një shpirt human. Kur në përgjithësi kanë kontribu këngëtarët, po nuk hezitojnë në rast të tilla me njëherë domethënë pranojnë ftesën, sa i përket me edhe se cilën që i kam kontaktuar me njëherë domethënë përgjigjja e tyre e para ka qenë se po, ne nuk mundemi me bë diçka tjetër, kjo është e pakta që ne mundemi me bë. Vërtet më ka ardhur shumë mirë që kemi këtë estradë vërtet. Shumë mirë që kanë zërin dhe është një ndihmës shumë e madhe, pasi që dikush kënaqet duke dëgjuar zërin e tyre, këngët e tyre, por në ndërkohë edhe ndihmon shumë sa i përket duke kontribuar për ata cilët edhe janë në sëmundje shumë. Për këtë raste të tilla është shumica që dëshirojnë, kanë shpirt human, dëshirojnë me ndihmu pavarësisht se kush është këngëtari, ata vinë dhe kontribuojnë çat mënyrë. Mirë, po ka shumë role edhe këngëtari. Unë thash që vërtet këngëtarët tonë kanë pritur shumë mirë edhe i falenderoj gjithë. Sepse shumë mirë kemi pasur financime sa i përket Sinalkos, e disa tjera që i falenderoj shumë edhe që kanë kontribuar vërtet, sidomos këto firmat e mëdha, është shumë për të habit se i kam prit shumë mirë, dhe po vjen shumë mirë si Sinalco për shembull që është një firmë shumë e madhe që menjëherë ka përkrahur jo vetëm rastin e Mirjetës, por edhe rastin e Artanit e disa raste shumë tjera që i ka financuar qoftë me pije apo diçka qoftë me mjete financiare, vërtet me të holla i kanë ndihmuar shumë, edhe përshëndes dhe i falenderoj shumë. Cili është rasti që një fëmijë keni bërë organizimin dhe tashmë shëndoshë mirë? Për shembull, kemi një rast? Ka disa raste s'kisha dashur mi cek, tani ka raste, po ka raste edhe që kemi bërë shumë, por në fatkeqësisht nuk kanë jetuar, për shembull është rasti i Besart Gashit, që për fatkeqësisht ne kemi bërë mjaftueshëm gjana për ta aktivitete gjitha mirë, po ja që Besarti e ka marrë gjithë terapin, por nuk ka qenë fatkeqësisht së fundi ka ndruar jetë edhe Artan Dreshaj, një ndër ata cilët ka shkuar jashtë vendit, edhe të hollat kanë qenë mirë duke shkuar duke u mbledhur, pasi që ka pasur ndoshta mund të them një grupacion shumë të madh ku janë ngritur gjithë në këmbë për të ndihmuar atë, fatkeqësisht më nuk është. Çfarë ndodh me këta cilët edhe mbledhen të hollat ku dorëzohen familjes apo i dorëzohen dikujt tjetër që ka nevojë? Në momentin që mbledhen të hollat menjëherë i dorëzohen familjes, por nëse personi në fjalë do të ndron jetë, kam pas raste ka 2-3 familje që kanë ndodhur domethënë në Kosovë që kanë ndruar jetë të rinj, fatkeqësisht kanë qenë shumë të rinj, mirë po që familja më ka shumë mirë prej gjestit shumë human prej tyre dhe i kanë dërguar, kanë ndodhur 2-3 raste që i di unë kanë dërguar fëmijëve të tjerë që kanë nevojë ose dikujt që është shumë i varfër. Edhe kjo ka diçka shumë e mirë, se domethënë ato parë
mbledh për të smurit edhe ata nuk I kanë keq përdor. Prandaj deshta me thonë se personat e cilët nuk dëshirojnë me ndihmuen, ata gjajnë arsye dhe thonë që keq përdor nëse diçka. Mirë po nuk ekziston diçka e tillë. Ndoshta ka ndodhur viteve të kaluara, mirë po në përgjithësi nuk ekziston diçka e tillë. Sa i përket vitit 2015, ku edhe jemi tashmë në fund të muajit mars, që është dita edhe e fundit, po jemi në një muaj tjetër, deri më tani sa ka raste? Ka raste të shumta, vërtet unë më thonë që ka raste të shumta edhe është Cila është mosha më e prekshme? Mosha është 19-20, është diçka që shumë, mosha 19 ose 20 është shumë e prekshme, edhe është diçka për të habisë si rinia jonë, çka po ndodh kështu, mirë po kisha lutur shumë Ministrinë e Shëndetësisë që me kontribun këto raste, me qenë sa më human, me bisedu me familjar, me gjetë një zgjidhje, me ndihmu sepse vërtet është shumë të mëndë se një njeri 20 vjeçare humb jetën edhe vdes ndoshta për shkak që nuk ka mjete financiare që më shku mu shëru dikun tjetër. Megjithatë organizimet mund të themi që janë si të suksesshme pasi që edhe mbledhen, cila është shuma më e madhe nëse vetëm ke të drejtë të përmendesh që është mbledhur në një organizim që keni mbajtur ju. Po ka pasur për shembull ka ndodhur në një organizim specifik jam do 800-900 euro, ndodh 1000 diçka shkona këto, Më shumë jo. Më shumë jo. Më shumë ndodh ndoshta dikun që ndoshta unë s'jam e informuar, mirë po aty që kom pas raste me to. Që kur flasim për 250.000 euro, me të vërtet është një shumë e vogël. 250.000 euro është një shumë e madhe për familjarët për shembull mirëjetës në këtë rast që ka pas është për shënim, është një shumë e madhe, diçka që nuk mundet me mbulu. Mirë po, në vërtet I kisha lutur gjithë ata që mund me ndihmu, pse jo, pse mos me ndihmu. Sidomos kisha pas një lutje shumë madhe për Ministrinë e Shëndetësisë. Po kemi bashkëdhetar, ne kemi mbajtur edhe misione kundrejt fëmijëve, atyre të sëmurë, kemi pasur edhe sa I përket postës, që kanë mundur të dërgojnë, më pastaj edhe numrat e llogarive të ndryshme. Me SMS, po. Ka diçka të tillë që ne keni bërë sa I përket rastit të fundit, siç po përmendëm edhe mirëjetën, apo nuk ka? Jo, keqbërës nuk ka në këtë rast, nuk ka keqpërdorim këtë rast, sepse është gjithçka transparente, ka të bëjë, domethënë është me numër të valjes, kush mundet, Po ndihmojnë? Ndihmojnë, po, ka që ndihmojnë. Unë e cekam fillim se jemi popull human edhe kom pasur momentin që kemi nevojë për ndihmë gjithë domethënë në bashkohemi. Edhe kom pa në momentin që mbledhën disa mjete financiare të kësheshi, kom pa që ka prej atyre që kontribojnë, mas shumë t'i ka prej atyre që nuk kontribojnë dhe që fatkeqësisht më duhet me cek që janë ose ministra, ose diçka që punojnë qeveria dhe t'injorojnë me një lloj shikimi shumë injorus, t'injorojnë edhe nuk janë gjendje asnjë të cent. Për shembull kisha cek një rast, më ka ndodhur tek kësheshi ku ishim duke mbledhur që është mjete financiare për mirëjetën, edhe një djalosh shiste ëmbëlsira ato krem banane këto gjëra tjera, edhe po ndalet që edhe po I leshon ato 70 cent. Edhe unë që ditë ai po kërkon për vete, nuk po ka për vete edhe ai po ndihmon dikon. Edhe pse I varfër në shpirt shumë I pasur, e disa tjera pse shumë të pasur në shpirt shumë të varfër, fatkeqësisht. Ne shikojmë shumë në gjitha vendet, por kur jemi tek bashkëdhetarët janë edhe ata shumë. Ku mund të ndihmojnë për mirëjetën? Kanë edhe numrin e gjeologarisë, po ka numrin e gjeologarisë ku mundin gjithçka domethënë janë të informuar. Ata që dëshirojnë munden, kush dëshiron me ndihmu mundet me gjetë mënyra, variante për me ndihmu. Ata që nuk mundin që nuk dojnë ose diçka gjejnë arsye thonë se këto ku keq përdoren se raste të tilla. Mi po ne kisha cek publikisë raste të tilla ndodh pe individa të caktuar, ndoshta ndonjë individ që dëshiron, ama organizime të tilla nuk ka që I merr dikush për vetë ose I keq përdor se tamam puna mi keq përdor çato. Kanë nga ata që janë jashtë vendit bashkëdhetarë tanë që ndihmojnë edhe nga atje? Ka, sidomos ata ka që ndihmojnë shumë, I kontaktojmë as pa I familjarët, se edhe ata kanë pak dilema se çka po ndodhi, kontaktojmë familjarët edhe vjen mirë. Po, janë të vetëdijshëm për të gjitha. Do ishte mirë kontribonin edhe më shumë se jo. Rinia në përgjithësi si prej këto raste ka injorime të ndryshme kundrejt atyre që qëndrojnë në shesh ose në ndonjë vend pika të ndryshme ku dhe I keni ndalesat, ku ndoshta injoron gjithë ata që kërkojnë? Ndëgjoj, në secili vend ka persona të mirë dhe të këqij. Tash duke marrë parasysh se unë më herët e ceka se janë vetëm individa. Ka individa prej atyre që ndoshta është I ri, do bën një ofendim, ka prej atyre ndoshta që është një moshë shumë të pjekun, shumë është I pjekun, mi po do bën një ofendim thotë, çka keni dalë këtu na keni lodh. Apo kupton? Ka prej atyre që ofrohen, bisedojnë me juve, thonë që si mund më ndihmua, ne kneje, ta bëjnë një respekt, ndalen vetëm me bisedu me ty edhe me të ngushëlluar, edhe me të ngushëlluar. Mi po trit kisha thënë që trit vërtet sot janë shumë pak të angazhuar në raste të tilla, nuk e di pse. Mirë po, uroj të mos I ndodh kjo dikujt, ama janë pak të aktiv këto gjëra.
Jam pak aktiv. Sa i përket shumës që është duke mbledhur për mirëjetën, keni rast tjetër përveç saj që një duke merrur apo së fundi vetëm me këtë? Jemi duke merrur me një rast tjetër që s'kisha pas dëshirë tash me cek pa konfirmimin e familjes, sepse asnjëherë nuk punojmë pa marrë një konfirmim nga familjarët. Edhe pse nuk është një familjar që mundet me refuzu, mirë, po nuk është diçka që ne mujmë me organizu ose me organizu diçka pa e pyetur familjen, sepse nuk është e drejtë se tek e fundit është fëmia e tyre. Kur jemi tek mirëjeta, sa ka arritur ndonjë shumë e mbledhur, jemi diku? Sa i përket mirëjetës ka diçka mi, po jo aq sa shumë e madhe, dyqen 50.000 euro shumë e madhe, nuk kisha dashur me cek shumë pasi që nuk jam familjar tyne, nuk kam drejt ndoshta, mi po e di që nuk ka shumë e madhe. Vërteta është shumë larg, vërtet ka nevojë. Sa ka afat, sa i përket spitalit ku edhe gjendet mirëjeta? Ato është vazhdimisht është duke marrë terapi, nuk është diçka e caktuar, mi pas në momentin që ta përfundon atë terapi do të me marrë tjetër, veç një injeksion i saj kushton shumë. Kjo është diçka që është e pambulueshme për familjarët. Eduna, e cila është porosia jote për fund për gjithë ata, duke i dhënë një mesazh pse duhet të kontribojnë për gjithë fëmijët që nuk kanë shërim në vendin tonë dhe duhet të dalin jashtë vendit për të shëruar. Porosia ime do ishte që të ndihmojnë sa më shumë, sepse vërtet këta persona ka nevojë për ndihmë, sepse askush me dëshirë nuk del me kërkulje mosh në rrugë. Këta ka nevojë edhe ndihmë, se nesër mundesh më prek edhe ti. Do tha pa dashur të ofendoj ose diçka, kisha lutur Ministrinë e Shëndetësisë me ndihmu shumë, sepse e di që kanë kapacitet me ndihmu, mujnë me ndihmu në rast që ata dojnë. Kështu që ndihmoni sa më shumë se vërtet këta persona kanë nevojë. Ne mësojmë që në të ardhmen të ketë raste shumë të pakta, por edhe sa i përket të paktave, raste të tilla. Ndoshta nga ajo nuk mund të nisemi pasi që fatkeqësisht vetëm po shtohen, por të jetë paktën një buxhet vetëm për ata cilët kanë ndihmë dhe të mos kemi diçka të tillë të kontribuojnë gjithë. Dhe pse jo ky rast të jetë si i fundit, të paktën të mos kemi edhe nga ata që iken nga kjo jetë dhe lënë këtë jetë nga rinia, nga mosha ku e kanë ndoshta edhe më të mirën lënë. Nuk e meriton, mosha 20 vjeçare meriton të jetojë secili, nuk meriton ndoshta për një shumë parash të lejoj që të vdesur diçka e pa kuptim, diçka që në përgjithësi si popull ne duhet të bëjmë diçka, duhet Ministria e Shëndetësisë gjithmonë të ndërmarrin diçka, për shembull të ecekën Astin Artanit, i cili fatkeqësisht ka vdekur, që kisha përshëndet familjen e tina. Është diçka që vërtet ka nevojë për ndihmë dhe besoj që jemi popull human shumë shpejt kemi me ndërmarrë diçka. Unë shpresoj, të falenderoj shumë që sot ke gjetur kohë. Faleminderit për juve shumë, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi, gjithashtu shfrytëzoj rastin të përshëndesë Sallonin Xhanit që gjendet në Ulpian. Një përshëndetje për ju e për gjithë ata që vërtet kontribuojnë. Faleminderit edhe një herë. Në çdo dashur janë këto raste ato që ndoshta nganjëherë na bëjnë të ndihemi edhe shumë keq, por në anën tjetër na bëjnë të ndihemi krenar pse jemi një popull shumë human, një popull që e di me të vërtetë vlerësoj njerëzimin dhe di të ndihmoj. Unë që këto raste të jetë biseda e fundit për sa i përket rasteve të tilla dhe shërimi të paktën të jetë shumë i lehtë, pasi që kemi shumë nga ata fëmijë të cilët duhet të shërohen jashtë vendit. Uroj shërim sa më të shpejt për gjithë ata që janë jashtë vendit, gjithë ata që janë me ne. Dhe pse jo kontriboni pasi që është një ndihmës shumë e vogël, mund të shpëtojë edhe jetën e tyre. Ne shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio. Katrori vazhdon deri në ora 20.